do fazla gel yerim. Yok, ben mos. Yok. Yeah. Okay, no crowd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la Ali Muhammed. Bir Kur'an hakiki. La ilahe Resulullah Muhammed. Ali Cübbel'in Se do ta bëni da bëni, këto do ta shpërndet që të ndreqet. Këtu, po, të ndreqet që ri për jashtë. Edhe do ndreqet me sistem, edhe ta bësh që ta heqë të villartë. Do bëjnë një si Jo gjatë. Edhe vjen ato vende që rëndizim qërisa të të rëndesa. Ja thash atëra që, por me këtë në shpira të, po duhet të vrasën në vende se unë ne bëjnë mundër. Po s'pëjnë jo. Duhet qo që me në nashët. Na jo ashtë, po. Ajë nëse qëtë. Edhe qo, ajo shkoj qo e me në të marë. Ajo atë është dalës, duhet të ta në të më. Ajo është bulevar, dojnë të në si të shkoli. Si do që të në pramovishë. E tjera të më do bëjnë të në bulevar.
Dari mga sa atin naman. At siya naman. Sendera sa service ba mentukan na. E mare vezi că toți e tadin. Ia și scușat. Mă zic, acolo de manda. Se ascultă ca bună ziua. O kujtoso se dorośli vjet. Gjarë ha gjibërtajve, që është trit e gretë për Recep me halë, me shumë pak vetanjës, me shumë pak miqë, shumë dasha mirë. Si Pakistani, sedi Amerikan plejt, jetën Amerikan, president, qota Inzerhauri, qotë president Roosevelti, qotë president Truman, pa qenë vash president, u bë president.
jemi në Teqen Bektashiane, të themeluar nga Babare Xhepi këtu në Taylor në Michigan, dhe ka ardhur i dërguar nga kryegjykata zoti Tomor Aliko, që është antar i Këshillit Përgjithshëm të kryegjykatës, Dervish Nderi, dhe këshilltar special i kryegjyshit botëror. E kemi mirëpritur vizitën e zotit Tomor për të ndihmuar në mirë administrimin, barvajtjen e punëve këtu në Teqen Bektashiane, të themeluar nga Babare Xhepi, por që sot drejtohet nga ana fetare nga Babar Shiu. Unë e falenderoj zotin Tomor për vizitën në emër të Komisionit të Teqes dhe për ndihmën, për asistencën, për mendimet e tij në përmirësimin e menaxhimit të punëve në këtë Teqe. Zoti Tomor, mirë se keni ardhur. Faleminderit, faleminderit. Dhe ju mund të thoni përshtypjet tuaja për Teqen, për gjendjen aktuale të Teqes dhe për perspektivat e së ardhmes së kësaj Teqeje. Faleminderit për fjalët e mira që thatë në drejtim të tim. Unë është 7 herë që vinë. Sa herë ka jetur? 7 herë. 7 herë? Edhe 12 vjeç. Po thuaj që e kam në patronazh, sepse kur isha i vogël 15 vjeç, një daiu te më merrte edhe më çonte te Babare Xhepi. Do të thënë, flas që në vitin 1942. Babare Xhepi është figura jo vetëm fetare, po edhe kombëtare. Dhe një periudhë që Shandani Haxhi Bektashi Veliut ishte shuar ai e dezit të Detroit në vitin 1954. E vetmja teqe që ekzistonte në botë. Problemi ishte me shëmjen e komunizmit në Shqipëri, i cili zhduku të institucionet fetare, një dëm të madh pësuar katolikët masive dhe bektashite, baballarë, dervishlerë, besimtarë. Erdhi momenti që Zoti Madh vuri dorë dhe komunisti të shtoi. Atëre më kujtohet përshëndetja që bëri Babare Xhepi kongresit të 6 bektashan, i cili e quajti rilidhja e bektashizmit të Shqipërisë. Dhe për këtë unë bëra dhe një libër në kujtim të Babare Xhepit. Por Babare Xhepi me njëherë ftovi 2 baballarët e Kishimneve, Babare Shatin dhe Baba Bajramin. Erdhi këtu i mbavi 3 muaj. Dhe natyrisht ai i instruktoi ashtu si ditë vetë. Dhe kur erdhi me mendime shumë dashamirëse. Unë kam qenë sekretari përgjithshëm i kryegjyshatës botërore Bektashiane atëherë, dhe në ato vështirësitë që neve kemi pasur, beri me mund se kryegjyshata ishte kthyer në azil e pleksh. Mund vasi periudhe dhe lavdi Zotit tash kemi arritur do të thënë që jemi tamam një kryegjyshatë, do të thënë që përfaqëson bektashizmin botëror. Ardhja ime këtu ishte dëshira ime, sepse më duket sikur isha pjesë e këtij vendi këtu. Jo si vend, po si Teqe, se tash ishte vend e Amerika. Dhe gjeta një mirë kuptim nga gatë gjithë. Ka qenë kënaqësi e madhe që unë tash do t'iki me përshtypjet më të mira. Dhe nuk kam që të them tjetër, veç e uroj që të kenë dashurinë, vëllazërinë
tolerancën dhe për këtë ka besim të plotë qoftë të kryetari, qoftë edhe të sekretari i cili e njoh që kur ka qenë Kalavan. Që kur ka qenë Kalavan që nuk e lanë as të bënte shkollën e mesme në Gjirokastër, pa ke bëri Delvinë. Po shikër Zotit ishte i gjuar, ishte djalë që na nderoi dhe neve dhe veten e tij. Dhe sot është vullnetar dhe jep mësime, është në punë, jep mësime si profesor në shkollat amerikane. Dhe jam i sigur se do ta kryej misionin ashtu siç duhet, sepse nuk i mungon as kultura, as përkushtimi, sepse baba i tij është muhim, kurse gjyshi po ashtu, edhe ne ka një prej jardhjeve këtaçare. I uroj shëndet dhe të eci përpara të qeja e baba Recepit. Shumë faleminderit Zotit Omar, Zotit ndihmoj. Edhe në emër të komisionit, por edhe individualisht duhet të them që ky institucion është i një rëndësie të veçantë për besimin bektashian në Shqipëri, për arsye se ishte mençuria, largpamësia e baba Recepit që në kohën e terit komunist, përsa i takon besimit fetar, të krijonte këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vendin më demokratik në botë, një institucion të rëndësishëm, jo vetëm ku do të praktikohej besimi bektashian, por do të mbajë gjallë fryma kombëtare, nacionaliste, e dashurisë për Shqipërinë, e dashurisë për vlerat më të mira humane që mishëron populli shqiptar, dhe veçanërisht për të bërë simbol i vazhdimësisë së besimit bektashian të ndërprerë padrejtësisht nga komunistët në 1967. Shumë klerik bektashian, midis klerikëve të tjerë të feve kristiane, veçanërisht katolik dhe ortodoks, u ndëshkuan ashpër, madje me dënime kapitale nga regjimi komunist, por Zoti e ndihmoi Shqipërinë që t'i rikthehet besimit dhe të gjithë ta klerik, nacionalist, patriot, me në krye baba Recepin, Fanolin, Shko Fanoli të vërtetë. krijuan këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës institucionet fetare që do të prezantonin me dinjitet kulturën fetare, kombëtare shqiptare. Baba Recepi është një figurë shumë dimensionale, në qoftë se mund të shikohet është i pari klerik në fen bektashiane, edhe për shkak të historisë së jetës së tij, që arriti të dokumentoj bektashizmin, ta formalizoj atë në një libër, ku është i përshtatur, tërësisht ka përshtatur gjithë teologjinë bektashiane, për besimtarët shqiptar bektashian. Është misticizma islame dhe bektashizma. Është një vepër monumentale e baba Recepit, është përpjekja më serioze për ta dokumentuar, për ta formalizuar besimin bektashian, për të ritheksuar edhe njerë vlerat humane, paqësore, vllazërore, tolerancën, mirëkuptimin që feja bektashiane në përgjithësi paraqet dhe përçon tek besimtarët e vet. Baba Recepi nga ana tjetër ndërtoi një institucion tërësisht kombëtar, nacionalist, ku me larg pamësi bashkëpunoi me gjithë klerikët e tjerë, veçanërisht me të madhin Fanoli, për çështjen kombëtare. Pavarësisht se regjimi komunist i Tiranës për 45 vjet i kishte cilësuar këta klerik
si armiq të regjimit, madje i kishte propaganduar si figura të rrezikshme. Këta vazhdonin dhe këtu del dimensioni human, dimensioni nacionalist dhe kombëtar i tyre figurave, veçanërisht i Baba Recepit, ta donin Shqipërinë, të donin atë dheun, të besonin se një ditë Shqipëria do t'i rikthehej vlerave më të mira që përfaqëson si kombë. Baba Recepi, jeta e tij është një jetë e mbushur me ngjarje që fillojnë që nga Teqeja e Zallit në Gjirokastër, ku ai për herë të parë veshi robën e bektashizmit si dervish dhe ku shërbeu si një nga figurat më autoritare për krah klerikëve të tjerë të bektashizmit në Teqen e Zallit. Një njeri me influencë dhe një njeri patriot që do të binte në sy të ideologjisë komuniste dhe individëve që filluan të aktivizoheshin në Gjirokastër dhe në jug të Shqipërisë. Baba Recepi ka luajtur një rol kryesor gjatë pushtimit italian fashist në Gjirokastër për ruajtjen e pronave të jetës personale, por edhe të rendit në Gjirokastër në ato vite. Sigurisht nuk mund të pajtoj me ideologjinë bolshevike komuniste dhe këtu do të binte në ndesh dhe do të spikaste si një individ që nuk ishte në grupin e atyre që më vonë do të formalizonin lëvizjen komuniste, të cilën nën petkun e luftës ndaj pushtuesve e kthyen në një luftë civile të gjatë, në një luftë klasash ku u goditën jo vetëm njerëzit që merreshin me politikë, por u goditën edhe njerëzit që merreshin me biznes, ata që ishin të suksesshëm në fushën e tregtisë apo të biznesit, pronar që kanë dashur Shqipërinë, pejler dhe agallar që kanë dashur Shqipërinë më shumë se sa ata komunistë që për shkak të një angazhimi politik në luftën ndaj pushtuesve harruan dhe rrafshuan gjithë historinë e kombit shqiptar duke i cilësuar këta individ si kundërshtar, armiq, bashkëpunëtor me pushtuesin e tjera. Baba Recepi, pavarësisht kalvarit të etiketimeve, vuajtjeve apo të kërkimit që bën komunistët, arriti të mbri këtu në Shtetet e Bashkuara dhe me një grup të vogël nacionalistësh krijoi Teqen Bektashiane, që është e vetmja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi krenar për këtë teqe që ka një histori të gjatë. Është një teqe që një institucion që mbi shkrimi i së cilës të hyrja është për një Shqipëri etnike, për një Shqipëri të pastër, për një Shqipëri ku shqiptarët të gëzojnë të lirë vlerat e demokracisë dhe të besimit fetar. Ne sigurisht se cili prej nesh ka për detyrë që këtë institucion ta përkrah, të kontriboj sipas mundësive për ta mbajtur, sepse është institucion shqiptar që nderon gjithë shqiptarët këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe njerë falenderojmë Zotin Tomor, kryegjyshatën veçanërisht për rolin konstruktiv, rolin e madh që ka luajtur në drejtimin e punëve dhe në drejtimin e besimit bektashian të gjitha institucioneve bektashiane në Shqipëri. Duke dashur ta mbyll, do të përshëndes gjithë bektashianët, gjithë shqiptarët në Shqipëri, ju urojmë atyre suksese në familjet e tyre, në punët e përditshme, në profesionet e tyre. Faleminderit.
Faleminderit. Faleminderit shumë. Nuk goja e Shikoni, faleminderit shumë për të më pranuar, po unë kam ardhur 69 këtu. E unë tërë jetën e kam shkuar me Vare Xhepi, që rasti kishta restorantin, punëtorë shumë, isha milirur. Unë edhe një ka korqa një mësu se shku se blavë. Ajo i ardhë, shpirë Vare Xhepi, në shpëndesa, mumbi mendja, në vanuaj rrëga. Të ty u godit makinë, asa ju asu së godit, a ish makina vërth, neve shikir për Vare Xhepin e shpëtoj. Unë e besoj, unë me ju për Vare Xhepin të shumë i vetëm, i tretë jam tani. Këta mund të them faleminderit shumë. Shumë. Lungoja. Faleminderit. Baba i lirë të thotë çfarë se është një i afrohet 100 vjeçari. Ajo do na bëra përpara tu apo dera. Ajo thotë vllazërimi vicës rëzënos. Ka Asnjë s'ka përçarje ose për gjumë. ka një kujtesë Te të kjo dhe çuditshme. baba dhe dërvesh është të mëtanë brundysit. E të po të je për nafash, mere shamit të më daf, lage me uj për koje, hape, edhe aqesh dhia ose mëria të betashismia. Ka përmban shamie më daf. A i që betashi që ban mëri, e ban në zuf, nuk ka njëzim që të trimi. A është jashtë njëzëtore, i sanjet, ignorancë. Nuk rëfen në lazërore, shpetërnore dhe nore. Rëfon gjelës, të liga. Nuk shkon gjithë një në dritën e Zotit, të dritën e Allah të Muhamedit të Taliut. Dakor, baba. Baba Arshiu është babai aktual i teqes së Detroitit, dhe themeluar nga baba Xhepi. Baba Arshiu ka shërbyer në këtë teqe si dervish. 53. Pasaj Dhe pol. ka kontribuar gjithë jetën e tij. Sot është baba i nderuar i shenjtë për këtë teqe, i respektuar dhe i dashur për të gjithë komunitetin bektashian këtu në Michigan dhe në gjithë Amerikën. Ka shërbyer, ka filluar si dervish, ka punuar shumë për mirëmbajtjen e kësaj prone të madhe që trashëguam nga baba Xhepi. Këtu ka një sipërfaqe toke të madhe që rrethon teqen, edhe nga pamjet dhe nga regjistrimet duket që teqea ka një kompleks apartamentesh, ka pjesën e ku janë vendosur tyrbet dhe ku kryen gjitha rritet dhe shërbimet fetare për besimtarët, që praktikohen, që shkojnë dhe falen në tyrben e baba Xhepit. Baba Arshiu ka meritat veçanta së bashku me baba Xhepin për shërbimin e tij të gjatë në këtë teqe, me besnikëri, me besim, për të ka dhënë jetën e tij për fen tonë bektashiane. Është i nderuar, i respektuar dhe është një nga klerikët historik të kësaj teqeje. Baba të në rosh sa malet, tu s'ka male në Michigan, po të në rosh sa malet në Shqipëri. Ato është historia. Sa malet. Edhe këzojnë që